i dashur publik, të nga tjeta, rëj që thjenit mirë, edhe shnet, urime emërimi i krye prokurorit shtetit, inshallah bënej punë mirë që duhet se 27 vjet plaçkitje e shtetit, 20 vjet rresht instalim i Serbisë në Kosovë, e 20 vjet rresht vrasje të pandërprera politike, ka shumë punë për me bo. Po gjithsesi, ajo që ka desh ta me folë sot në këtë postim është për mercenarët e Grenelit. Janë që ta pionat e Grenelit që s'ka kuni farë digniteti, as integriteti, as moral, as njerëzor, as profesional, as aftësi profesionale s'kan për me bo diçka. Disa për ty në pretendojnë që madje edhe bojnë gazetari. Njëri për tyne është Fitim Çeku, i cili kur i kena ekspozu na gjetit hulumtuse për Halit Sahitajn. Materialet ekskluzive që kena marrë për burimeve tona, zvicerane, spanjole, gjermane, britanike, për me ekspozu lidhjet e ti me GRU-n ruse, edhe operacionet e ti kriminale, klandestine me Milajm Zeken, këtë këtë farë goblenin edhe 3 për tavolinat kriminale të Kosovës që kanë qenë përfshim madje edhe me Shikon Vrastar, me Kadri Veselin, madje edhe me Samil Ushtakun. Na kemi fotografi të Halit Sahitajt me Samil Ushtakun. E kur i patën botu këto gjetje hulumtuese, Fitim Çeku ka pas shkuj, ka pas marrë dëshmit tona pi artikullit tonë hulumtues, edhe i ka pasit si ekskluzive tina, po ajo mënu mi ja ndryshu kuptimin atyne. Që është faktikisht operacioni i përpjekjes për me përmbyt vërtetën edhe me shëndru atë në një formë që ju ka përshtat këtyne. Fitim Çeku është i lidhur me Milajm Zeken, rrjedhëmisht është i lidhur me Halit Sahitajn, kjo është domethënë pa kontestueshme. Tash sfundi që kam bo, duke qenë se Halit Sahitaj është përpjek me më korruptu mu dhe gjatë asaj përpjekje të dështuar të tyre, na kemi dokumentu krejt procesin edhe pastaj kemi nxjerr gjetjet tona hulumtuese dhe e kemi ekspozu. Ai normalisht, kur u përpjek me më korruptu mu, normalisht më ka incizu, kur kemi folë në telefon, sepse është dash me ndërtu kompromatin. Me po incizimet edhe na i kena, sepse na si redaksi, duke qenë vetëdijshëm se çka jemi duke bërë, kemi incizu komunikimet me ta. Edhe u shku, Fitim Çeku e ka nxjerrë një segment audio incizues bashkë me Milajm Zeken. Thojnë qëre Vudi Gjumshiti të folë me Halit Sahitajn, njerin e Rusisë. Tash këta po thojnë një koka njeri Rusisë, a këta janë konë ata bashkë me Richard Grenell që kanë thonë që a e konën biznesmeni shqiptar në Spanjë. Po këta tash e ka nisë me thonë që është njeri Rusisë, sepse nave që kena ekspozuja, kena djegat karta, ta s'mujnë me thonë më që është biznesmeni shqiptar në Spanjë. Gjithsesi, ajo, kjo kesa për mjau prezentu pa kushton këta farë pionat vegjel. Po ajo që kam la për shtypje, Shtetet Bashkuara të Amerikës ka nisë një operacion për me e përmbyt gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Kjo është treguesi qartë që presidenti Trump, përveç që është një kriminal i konfirmuar nga vetë drejtësia amerikane, sepse është dënuar edhe është gjetur i fashëm në 36 akt akuza, tash administrata e tij ka filluar një operacion të ashpër kundër drejtësisë ndërkombëtare, pra kundër gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Edhe që ka bën Fitim Çeku, edhe një djalë Ballazhe, se di që po temnin, që këta të dytë janë miniona pionat Grenellit. Grenelli, ta keni parasysh, është mercenari i Rusisë, është dokumentuar ajo, e kemi raportuar na, e kemi zbulu na, e kam zbulu une, e ka zbulu Washington Post, e ka zbulu Der Spiegel Gjerman, e ka zbulu kushtetet ProPublica amerikane. Mund dëshmit janë të një pas njëshme. Që ky djali Ballazhe edhe Fitim Çeku janë pionat përdorshëm të Grenellit, e tash ata po dalin po thonë që presidenti Trump e ka nisë me shkatru gjykatën e drejtësisë të Kosovës në Hagë. S'ka fuqi, nuk ka as
hiç ku një farë mënyrë smunët Amerika me mbyll gjykatën e Kosovës në Hagë. Për kontrazi, Shtetet Bashkuara të Amerikës, administrata e parë e presidentit Trump, ata kanë mbështet gjykatën e Kosovës në Hagë. Është një letër që kryeministri i atëhershëm Hashim Thaçi drejtohet sekretarit Pompeo dhe i thotë që kërkojmë ndihmë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për me mbyll këtë gjykatë. Masi e ka marrë vesh këtë që tash atë ju kanë lidh komt atina vetë aty. Edhe sekretari Pompeo i kthen përgjigje dhe thotë as mos që shkoj mendja për me bëndë një veprim të tillë bile. Edhe ka dek nëna asaj pune. Domthonë, gjykata e drejtësisë e Kosovës në Hagë e ka mbështetjen jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, po të krejt vendeve aleate perëndimore të Republikës Kosovës. I vetmi entitet, domethënë, që janë kundër kësaj gjykate, janë rrjetet kriminale të cilat janë të kapuna nga kjo gjykatë, që janë të përballë me llogaridhënie. Edhe pionat e tyre zhvatës. Ku po them zhvatës, po them Richard Grenelli. Pionat e Grenellit, shkyfitim qeku e që si farë kategoria është glë. Lirim Memetaj, Baton Haxhiu, Berat Buzhala, kush është tjetër? Vebi Kajtazi, Artan Behrami besa. Ko plot që si tipa që sa që dalin në rrjetet sociale në televizor dikon, e lëshojnë në rren të rajt për gjykatën speciale. Këta njerëz rrajnë vazhdimisht sepse ose kanë borxhe personale ndaj Hashim Thaçit. Për shembull, Artan Behrami është një për njerëzit që ka këshilluar Hashim Thaçin për me e kriju gjykatën speciale. Ai është edhe ka borxh personal. E rren, njeri është që di që është rren, domethënë pa kuni farmarre. Çdo gjë që i vjen në mendje me rrejt, rren. Ai ka rrejt qatë shumë sa që më duket tash me marrë intervistë, unë se domos më marrë intervistë. Artan Behrami, pa i zguzon me marrë një intervistë, se i e kemi dhënë mundësinë disa herë me ju përgjigj pyetjeve tona, gjithmonë i ka lexuar pyetje, por kur s'ka guxuar më përgjigj. Edhe me marrë një intervistë, po më duket qatë shumë ka muhabit se që thotë mos jetu shpif. Se qatë strona të mdoja i ka po rranat. Sa që se cila në rran që t'ja kujtosh gjatë një interviste Artan Behramit, e sharron të poshtë. Gjithsesi, po më keshet bisikletit se si është e mundshme. Qysh është e mundshme këta njerëz? Me u pa për ditë me shoqërinë e vet. Edhe një kësë është me rajt, ka shumë unë nuk e di, unë nuk muj me s'u ma pranon truni, shumë habi jo kjo punë, rajt njeri, edhe si e 5 pareve, veç këta i kom pa. Po parja do njës për prishke. është habi. E pse më bëqy këta zhvaca? Se këta njerëz e kanë rajt Hashim Thaçin, e kanë rajt strukturën e tij mbrojtëse. Unë jem të habitat dhe qysh ekipi mbrojtës ka pranu me leju ose me këshillu ose mos me ja këshillu negativisht refuzim idenë Hashim Thaçit që me organizu një fushat propagandistike për me sulmu integritetin e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë të Kosovës në Hagë. Kjo është sakaton krejt Hashim Thaçin. Krejt kjo operacion i sulmit të integritetit të drejtësisë në Hagë, që bëhen nga besnik të Thaçit, të pagum me paret maj me pi Thaçit, se Thaçi ka plaçkit Kosovën për 20 vjet, siç e dini, ka pare boll për me pagu që si farë mercenarsh. Lëre që dëmton kredibilitetin e asaj çka do që e thot Hashim Thaçi para gjykatës. Por tash gjykata e ka ngrit edhe një akt akuzë ekstra për pengimin e drejtësisë. Se këta jo që po e sulmojnë gjykatën si gjykatë. A keni po kanë rajt, për shembull, kanë thonë, derisa e kena bo në artikullin për me sqaruar, me dokumentuar, dhe plus i kena sjell videon që e ka marrë Hashim Thaçi gjykatën, këta ton kohën kanë thonë gjykata është e Serbisë, e ka marrë Serbia. Po kur e qetëm në artikullin të dokumentuar,
me video më tjetër, që gjykatën e ka marru Kosova, edhe ka marru Hashim Thaçi, e madje ndërmend edhe dëshmi që edhe Rama ka armë me helikopter ekstra për m'ju bo presion njerëzve me votua gjykat, nuk po përmenin mo, nuk po thojnë Serbia. Po thonë kjo gjykatë është e dyshim, tana e nisën me thonë, shka e nisën me thonë se po, shumë këta kanë rrej që unë po harrej, po na i kemi shkru me, i kemi të raportu me ato situatë. Po ja nisën me thonë që Vudi ko ka dëshmitari Hagës. Moni e bare mos është shtetit e lashe, pa kona po mërvesh, se s'bon. Kur, po, autori i këti pretendimit rrejshëm ishte Milem Zeka. Tha Vudi Gjumshiti dhe është dëshmitari Hagës. Kur janë nxorëm në dokumentin që Milem Zeka kishte qenë dëshmitari Hagës, dëshmi. Milem Zeka u palu nuk e shduki më idenë që Vudi është dëshmitari Hagës. Edhe mazi që kena paraqit na dokumentin si dëshmi që Milem Zeka ka qenë një prej dëshmitarëve të Hagës, veç një moment se do të me gra kjerit pak. Veç për një moment se ka sene interesant me fol, që shpo mbin men, që tash se më të prit me një farpikë kufitare me kalu kufinin, e është goqja gatë, e isha të najt, e më kujtu që të detaj, se i pash do postime që ty në farë pasave që të një fjallë popullore, e tëra mu kriju që ke farë ideje, thash ma miro me fol me publikun të ndashën, e me ja kujtu e qka ka bohët, se nuk bon. Ku kështë të i thonë? Ku janë nxorëm në dëshmin, Milem Zekës që ky kështë qenë një prej njerëzve që ka qenë Hag, tana Nasim Haradine me një studio televizive e përballi Milem Zekën. Madje i tha që edhe hapun ja dokumentoj, nuk ja dokumentoj, po hapun e pretendoj me deklaratët ti, me gojtë të ti Nasim Haradinaj, në kanal 10, dhe i tha ti tha ke bashkëpunu me Halit Sahitajn. Milem Zeka neve na ka refuzu kur s'ka pranu që u koni afërt me Halit Sahitajn, dhe pse na kemi dokumentu, na kemi bo një farë procesit ndjekjes së gjurmëve digjitale, të një rrugtimit të Milem Zekës në Marbella të Spanjës gjatë vitit kalum, edhe kemi dokumentu cakom pakom, detaj për detaj, e kemi dokumentu që ka shku me taku Halit Sahitajn atje. Neve na kanë tregu gjithashtu dhe autoritetet spanjolle, të cilat e mbajnë Halit Sahitajn në arrest shtëpiak, duke qenë se është një procedurë gjyqësore, pasi që Halit Sahitajn është kape autoriteteve spanjolle, masi që ka korruptu një prokuror spanjoll, për me ekstradu një aset sigurisë kombëtare të Rusisë nga Spanja, ku ka qenë i arrestuar në Spanjë, në Gjeorgji, që është territor apo shteti kontrolluar prej Rusisë. Edhe tani aty autoritetet spanjolle e kanë kapë dhe e kanë vu në arrest shtëpiak, nuk e kanë vu në burg, sepse duan me vëzhgu kush pe viziton. Edhe na përveç që e dokumentuam që Milem Zeka kishte shku me vizitu atë Halit Sahitajn nëpërmjet gjurmëve digjitale, na e dokumentuam po ashtu edhe me konfirmim të autoriteteve spanjolle. Gjithsesi, ku po do më dalë me këtë punë? Këtë po do më dalë që me ju kallëzu që na kemi informacione të sigurta, të konfirmua nga 3 palë të pavarura, ku tregojnë që miliona Richard Grenelli i ka marrë Hashim Thaçit në premtimin se kur vjen presidenti Trump në shtëpinë e bardhë ka me liru Hashim Thaçin për burgut. Miliona qashtu i ka marrën krejt milionat e tjerë, krejt pionat që i sheni e që i folin sulë kundër gjykatës speciale. Krejt kanë marrë paret majme për Hashim Thaçit. Edhe arsyen pse unë e komentoj këtë si zhvatje të Hashim Thaçit, që na kemi bo edhe një artikull për ju që na keni përcjellë dhe i keni lexu, është sepse zhvatje kur ti paguhesh edhe nuk e krym punën për atë që paguhesh.
Apo kupton? Po Hashim Thaçi, unë nuk e kam që e kam gale për Hashim Thaçi, nëse apo kupton, se ata për mu janë këtë njëjtë, janë hajna, kanë plaçkit, ja kanë bot zezat venit ton, kështu që kom të thefshin, a marrëvesh, ka do që t'i gjenë ata pasojat e veprimive tyne. Po për hir të parimit të së vërtetës, e kam për obligim me ndihmu publikut me kuptu se çka të ndodh. Se do të më shpjegu këtë këto procese. Se është më rëndësi që na me kuptu si publik, edhe pastaj nëse gjeneratat e ardhshme politike të reja që vinë, bojnë manovrime tilla me mujt me identifiku lehtë. Sepse kemi vetë shembullin çka do të thonë hajni, çka do të thonë plaçkici, çka do të thonë zhvatësi i shtetit, çka do të thonë zhvatësi i zhvatësve, çka do të thonë rrancat, au marrësh manipulantat, manovrusit, shërptorët e vërtet të Serbisë. Se keni po, këta dalin për ditë thojnë, për shembull mu më thojnë, ti thojnë je udbash, ti je shërbim të Serbisë, anë e kënej, okej, a për masëm dëshmit kush ko ka udbash e kush ko ka në shërbim të Serbisë. Une nuk e kam nënshkruar asnjë dokument që favorizon interesin e Serbisë në Kosovë. Une nuk e mbylla institutin për dokumentimin e gjenocidit serb në Kosovë. Une nuk kom vra asnjë politikan, asnjë luftëtar të lirisë, as nuk kom urdhëru vrasjen edhe nuk kom vra asnjë gazetar. Nuk kom vra as nuk kom urdhëru asnjë politikan dhe as vrasjen ndonjë politikani. Nuk e kom plaçkit Kosovën në asnjë formë, asnjëherë. Se asnjëherë s'kom pas pozitë publike, s'kom pas mundësi edhe pas dashme me plaçkit Kosovën. Nuk kom rajt kur për kërkon, as nuk du me rajt. Krejt bagazhi jem gazetaresk është me sfidu interesin e Serbisë dhe instalimin sistematik të Serbisë në Kosovë. E ju që po vini me mësulu me që të farë terme, ju po vini për me mbrojt pikërisht qata njerëz të cilët i kanë bo krejt këto të cilat tonë nuk i kanë bo. Që kjo është matësi. Pra, nëse faktet, dëshmit konkretet, veprimit, të verifikushme, dalin kush ka bo, çka ka bo, atëre ju mërë në vesh kush po pune ka për Serbinë. Se une jo. E po ashtë të dikush të për thot, andi ishte riziku me shku në Kosovë. Kjo puna e rrezikut është relative. Një unë e gëzoj privilegjin e mbrojtjes për shtetit britanik, si shtetas britanik dhe gazetar britanik që jam. 2, një nane jemi edhe ke budala nuk bën me lon as me ta kru shpinën se të mytë. A vë kupton. Do më thonë, mund me pas budal t'il në ikon aty këtu, e cili është bind gabim shumë, prej këtyne rrjeteve të shpirtlikësis kriminale, se vudjo që shto dhe ai budala që ashtu e merë në i feralti dhe të flukët edhe të vjen. Mi po edhe me pas budal t'il, unë sidomos ku jam në zona që konsiderohen me rrezik lartë për mu dhe sigurin time, unë e kam mbrojtjen tëmë. Kështu që nuk kam problem me ardhë në Kosovë sa arë që të më duhet, kam ardhë, sidomos prej fund vitit 2022 e të tje e deri sot halavi në Kosovë. Mirë, po nuk kam nevoj me bo zhurma, se së që po vjem reti me ardhën në Kosovë, mi ka lëzu kejtë, thash. Une të më kohën jam në time, si gazetar, se të duhet me fitu bukën e gojës, kuptohet e ardhëra ime bazike, jetës time, janë pare cilat unë i marrë që punoj si reporteri lufte, i luftës edhe reporteri i tensione politike, mirëna gogja shumë me hullumtime të zhvillimeve të ekspansionizmit rus për media britanike, i hullumtojmë rrjetet e bizneseve të oligarkëve rus në për Evropën lindore,
edhe Evropën qendrore, në mënyrë që me mujt me i ekspozu ata dhe me identifiku ku është duke kërcënu sigurinë kombëtare britanike, por edhe arkitekturën e sigurisë BE-s, rrjetet e biznesit që janë t'lidhuna me Putinin. Që është të ardhura baze imja, prej cilës është varet jeta ime përditshme normalisht, të ardhurat e mia që unë i marr, po tash kam filluar normalisht me të ardhura dhe prej gazetës Kronikat e Barutit, duke qenë se diku mbi 220 abonues janë të abonu me pagesë. Numri po rritet vazhdimisht, ju që nuk jeni abonu deri më tash, vazhdoni abononi, konsideroni ta bëni një abonim me pagesë, sepse sa më parë që abonimet bëhen me pagesë të mjaftueshme që unë mundem me jetu prej Kronikave të Barutit, unë aq më herët lirona prej nevojës së domosdoshme për me punu për mediat britanike, edhe sa më i lirë që jam unë nga detyrat e tjera, aq më mirë është për Kosovën, sepse mundem me marrë tamam me orar të plot me temat e Kosovës. Edhe është e rëndësishme ajo që unë të merrem me temat e Kosovës sa me një orar sa më të plot. Gjithsesi, do të thonë, zhvatësi është ai njeri që paguhet dhe nuk e kryen detyrën për cilën paguhet. Pra, Grenelli dhe këtë gobleni tina i këtyre farë manovruzve që janë pagu prej Hashim Thaqit për me e sulmu integritetin e drejtësisë, me i sulmu madje edhe ata janë me departamente. Grenelli rënë që sa djenë presidenti Trump lirota Hashim Thaqi, Fytim Qeku, njeri i Grenellit rënë që Amerika ka nisë me çmontu gjykatën speciale të Kosovës në Hag. Ata faktikisht e ka luftën me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë që janë komplet dy entitete të ndryshme. Edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mujnë me shkatrua edhe gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë sepse nuk kanë fuqi edhe atë. Çka mujnë është me i sanksionu personelin e tyne edhe shnet, po Evropa nuk e lejon, nuk e toleron të bëni veprimtari të tillë, sa është veprimtari kriminale. Ta shkatrosh gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është veprimtari kriminale. Dhe kjo nuk është e habishme pse kur vjen pe dikujna si Trump, sepse është një njeri i cili është hajni më i madh amerikan që e ka vjedh shtetin e vet, taksat e veta, publikun e vet, edhe është i konfirmuar me akuzë konfirmuar. E tashti këta zhvatësat që janë të zhvatë Hashimin, këta leqi pja vjedhën parë, dhe është një farhajnije me letra, zhvatja. Po këta, gjithashtu, janë të e mashtëru ato. Sa i shkreti menon që ka me dollë për një me burgit. Mi posdel, se akt akuza që rëndon mbi të për vrasje politike, orkestrimin e vrasjeve politike të shqiptarve, një gjë ta keni të qartë, që ta zhvatët e Hashim Thaqit, vazhdimisht rajnë, thojnë, Hashimi është atje sepse ka luftu për liri, ka luftu kundër Serbisë. Ja. Nuk është në Hag për shkak që ka luftu kundër Serbisë. Është në Hag për shkak që është arkitekti i strukturës vrasëtare, e cila strukturë ka shkaktuar vrasje të njepasnjëshme të shqiptarëve, të cilët kanë qenë të gatshëm me luftu për liri kundër Serbisë. Sot jeni të qartë. Domethënë, për arsye se ka vra struktura e tij, mekanizmi që e ka ndërtu ka vra shqiptar, që kjo është arsyeja pse është në Hag. Kjo është arsyeja e dëshimeve të bazuara pse është në Hag. Nuk ka të bëj akt akuza asgjë pse ka luftu për liri. Gjykata e Hagës e Kosovës në Hag, për qenë korrekt, nuk e akuzon ushtrinë shqiptare të Kosovës, nuk e akuzon asken, dhe nuk thot se lufta për liri ka qenë e gabueshme. Nuk thot. Gjykata e Kosovës në Hag krye këput merret me orkestrimin, urdhërdhënien edhe lejimin e vrasjeve politike sistematike që ka ndodhur gjatë mandatit të Hashim Thaqit, se ka qenë komandanti i përgjithshëm i shtafit përgjithshëm të UÇK-s. Edhe kërkon mos e lejoni me ushqit rënën, që ajo është atje në Hag,
se ka luftu për liri. S'ka të bëjë e fa pune. A ka luftu, a s'ka luftu për liri, është tem tjetër. Na mujna me diskutu një rast tjetër, edhe me ishtru argumentet e verifikushme që janë do më dhënë fakte të pa kontestushme, unë nuk e kontestoj. Ta keni parasysh se ta mafiozat e manovrave të manipulimit të narrativave të në kohën ku po më vinë të unë e përdojnë të dhe një kundër shtërimtarve. Jo, nuk jam kundër shtërimtarve. As nuk jam kundër hashimtaqit, ku gjë s'kam personali me to. Krejt shka ka më është jam të kallëzu shka po e akuzon Haga. Apo kupton. As nuk po e kontestoj kontributin e tij për lirinë, se ka dhënë një kontribut për liri, të gjithë e din, apo marrëvesh. Ajo çka unë po shkruaj është po kallëzoj çka ka bo. Edhe nëse juve s'pju pëlqen çka ka bo, shumë mirë që s'pju pëlqen, se me bu m'ju pëlqyet dhe zez dita. E për që ato ju po vini po piskat një të unë të na, me pa mundësi për mi piskat hashimtaqit. Po mundi me shku i piskat hashimtaqit dhe në Hagë. Me thonë qysh beskarë marrë i bështë të sene. Për shka po akuzosh. Rrugën e keni qelon, mundi me shku, Kosova është e lirë, Haga është ven i lirë, gjithashtu, mundi me bo kërkesë, me shku me taku njërën me vetë pse i ke bështë të sene, se s'po na pëlqen. Edhe në regull është. E ma mirë i shko mos t'i kish pas bo. Po i ka bo, pa shumë përballë me pasojët e veprimeve të veta. Unë si kom faj, as ti si ki faj që po nervozosh, ndaj me je, pëson po të kallëzoj. E që shtu shkon kjo punë. Po ta keni parasysh, sidomos ju që je mbështet në hashimtaqin, dijeni që është u mashtru për njerëzit Grenelit, prej Grenelit, Liri Mehmetajt, pej Berat Buzhalës, pej Baton Haxhiut, pej Milajm Zekës, për krejt njerëzve të cilët janë të zhvatë të financiere të i marë pare, e të i thonë që kena me sulmu Hagën edhe kena me të liru pi burgut, ata jo që janë të e mashtru, e janë të e rajt, por janë të ja vjedh paret, por janë të ja garantu edhe disa vite ekstra burg hashimtaqit, sepse Haga e ka marrë vesh që hashimtaqi është të pagu operacionin për sulmimin e integritetit të drejtësisë dhe sulmin e dëshmitarëve. Ndaj dëshmitarëve, të cilët janë ditë friksum, e të trishtum, e ka pas të tillë që edhe janë kërcënu me vrasje. Po dalin edhe sene me kalimin e kohës, redaksia jonë është e vendosën me shkru pandalem ne nuk kena me unal. Që që ditin këtë javë, ja kemi njës pejt hanës me shkru për plasjet e hashimtaqit dhe Tahir Zemës gjatë kohës e luftës. O shumë interesant që komplet dosja e Hagës e rindërton kronologjinë e ngjarjeve që ka ndodhur deri te vrasja e Tahir Zemës. Krejt storjet që na i transmetojmë, që e botojmë për çdo ditë ka një tregim, që keni pa pej të hanës, janë në bazë të asaj që ka shkruhet në dokumentin e Hagës, në dosjen e Hagës. Dhe i dashëm publik, mos harroni fusnotat, se dikush më komentoj ke ma herët e më tha, ti ko ke anti-shqiptare, ne e kënej. Tha, po sot ti tha po rrën, tha se dokumenti Hagës, tha sot ashtu ta ku e kiti dokumentin e Hagës. Pash mi e pëzët një dhe shpja, ke ledzu artikullin. A po, qysh dhe që ke ledzu artikullin dhe se ke pa dokumentin e Hagës që është në artikulla? 715 faqe i ka. Na dokument jena të e ledzu që 2 muj. Edhe nuk jom një njeri. Jom vet i pasti që jemi të e ledzu 5 veta bashk atë dokument. I kam 3 studenta që janë ekspertat fushës drejtës ndërkombëtare dhe ligjeve të luftës, ka Universiteti i Oxfordit, edhe është redaktori politik i kronikave të Barutit, Michael Shepard, edhe jo mund. Gjithashtu kemi asistencë nga 3 profesor të ndryshëm, të cilët janë në vendet ndryshme ndërkombëtare, me të cilët ku nuk kuptojmë diçka, i diskutojmë. Gjëra që nuk i kuptojmë. Pra, ne jemi shumë seriozisht duke u marrë me materialin edhe dosjen e Hagës, edhe shumë seriozisht duke i ballafaqu pretendimet e
akt akuzës së prokurisë së Hagës me realitetet në teren. Ne gjithashtu jemi duke komuniku vazhdimisht edhe me njerëz të cilët janë të familiarizuar me zhvillimet e vrasjeve politike që kanë ndodhur në Kosovë gjatë e pas luftës. Me cilët po i shoshisim të gjitha tregimet para se na t'i botojmë, sepse duhet me i marrë opinionet edhe njerëz që kanë qenë dëshmitar, qoftë dëshmitar primar, qoftë dëshmitar terciar në këto zhvillime. Edhe sepse normalisht është përgjegjësia, është zakonisht e madhe gazetareske me marrë me një temë kaq të ndjeshme që e determinon zhvillimin historik të shqiptarëve të Kosovës, të Republikës Kosovës. Prandaj ne jemi aq të kujdesshëm dhe jashtëzakonisht serioz lidhur me këtë temë, dhe të gjithë njerëzit që jemi duke u marrë me dosjen e Hagës jemi eksperta në fushat tona. Janë studentët që janë ekspert në fushat ligjore dhe drejtave dhe drejtave ndërkombëtare. Është redaktori politik që merret me anën politike. Jo unë që merrem me anën historike të zhvillimit nga kuptimi gazetaresk. Unë jam gazetar në përvojë 20 vjeçare në fushën time profesionale. Dhe jam gazetar që ka ndërtuar aftësi profesionale jo vetëm nga shkollimet e mia, por edhe nga përvoja me media prestigjioze ndërkombëtare, të cilat përveç se na ka besu detyrën e gazetarit, gjithashtu vazhdimisht na kanë trajnu për me avancu profesionalisht. Pra, ne këtë temë jemi duke trajtuar me një seriozitet jashtëzakonisht lartë, prandaj edhe ju kur e lexoni e kuptoni që ju si qytetar keni në dorën tuaj 100% për me vendos çka po menoni për këtë material. Sepse në formën se si ne e shkruajmë është e atill që t'ua lëm në dorën tuaj ju të besoni, a është në rregull kjo që ka ndodhur, a është gabim kjo që ka ndodhur, pse është gabim nëse është gabim, edhe pse nuk është nëse nuk është. Do thënë, edhe për çdo pretendim që ne themi, qartë kemi referencën. Themi në faqen kaq, në paragrafin kaq, në këtë dokument thuhet kështu. Prandaj jeni të bindur që çdo gjë që ne shkruajmë ka kredibilitetin edhe integritetin e vet profesional edhe të vërtetës. Edhe ne nuk do të ndalemi pavarësisht zhurmave që po na çojnë për Facebook këta farë zhvatësat e Hashim Thaqit. Po dijeni domethënë që nëse jeni ndokush këtu duke dëgjuar këtë që jeni mbështetës të Hashim Thaqit, dini që krejt që ta njerëz që janë të sulmuar gjykatën ndërkombëtare drejtësisë janë autorët e kontributit pse Hashim Thaqi ka me kanë më gjatë në burg se që normalisht do të ishte për çka akuzohet. Krejt këta njerëz janë të bëu ato me vetdije, e dinë që Hashim Thaqi ka me majtë më shumë burg pikërisht për shkak të punës tyne, po këta me vetdije gjithashtu ja kanë bëu Hashim Thaqit, e kanë rrajt që kanë me mujt me një mu, duke e di që s'mujt me një mu, sepse ju kanë kajt parët, edhe i kanë më pare njerit. Edhe ato pare nejës janë ti, janë pare që ai ka vjedhë gjatë kohës 20 vjeçarit se ka qenë në pushtet, e ka vjedhë publikut, po që kjo është e vërteta. Nëse do një vërtet Hashim Thaqin, shkoni lyp një llogari këtyne që e kanë rrajt Hashim Thaqin, që kanë me liru pi burgut, e kanë marrë pare të njëtën, edhe se kanë liru pi burgut të rritë, edhe s'mujnë me liru hiq. Por gjithashtu lyp një llogari këtyne, që e kanë bërë propagandën kundër integritetit të gjykatës ndërkombëtare të Kosovës në Hagë, edhe që e kanë shtu ekstra vite burg në Hagë. Por me përmbyll këtë muhabet, gjykata e Hagës nuk është të mbyll, as nuk e ka plan më mbyll, ajo ka me kry misionin e vet. Domethënë, mos i ngoni rrenat e zhvatësve edhe mecenarëve ordiner, të cilët ju thojnë për rrjetet sociale e ka nis presidenti Trump misioni për me e mbyll gjykatën e Hagës, se ai ka nis misionin për me e mbyll gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e cila po ashtu është në Hagë. Po gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk ka të bëjë kurrë me gjykatën e Kosovës të drejtësisë
në Hagë. Ajo do ta kryej punën e vet, edhe në 16 shtator keni vendimin, edhe kryet ajo punë normalisht. Mas kësaj ish dash me ngrit një gjykatë speciale e Republikës Kosovës në Republikën e Kosovës, me prokurori dhe gjyqësi të reformume, e cila pastaj në saj të gjetjeve dhe konkludimeve të dosjes së Hagës, ish dash me ndjek krejt zinxhirin komandues, urdhërdhënës dhe zinxhirin ekzekutues të vrasjeve politike në Kosovë. Dhe mos me medveq në 1998-2000 që është gjykata e Hagës, po me u zgjeru ma tutje. Madje me u kthy dhe në 97-ën, se dhe 97-ën ka ndodhur diçka shumë interesant. Ndër rastet që na i dim si redaksi, është vrasja e reporterit shqiptar Ali Uka, i cili është gjetë i vram me një shishe dhe shtrafciger në panicën e tij, në apartamentin të cilin ai e ka ndarë me Hashim Thaqin në Tiranë. Dhe që kjo gjykatë speciale, që çdo është mu marru në Kosovë, masi ta përfundon misionin e vet gjykata e Hagës, e Kosovës në Hagë, që kjo gjykatë speciale ish dash gjithashtu në sajet rresheve politike Kosovë-Shqipni, me i kërku shërbimit sekret shqiptar me i hap dosjet kush i ka vrarë të gjithë shqiptarët në Tiranë. Se shërbimi sekret i Shqipnis ka pas gisht në vrasjen e patriotëve shqiptarë gjithashtu në Tiranë. Edhe ata do të më dhonë llogaritën një. Gjithashtu duhet me do e mos shefja e shërbimit informativ të Shqipnisë, Lora Hyseni, e cila u emëru në mënyrë klandestine nga kryeministri Rama, masi që ishte shkarkuar nga Republika e Kosovës në ndryshimet e bazuara se kishte tregtuar sekrete shtetërore të Kosovës me shtetin armik Serbin, edhe ajo eventualisht do të më shkarku, edhe do të më ekstradu në Kosovë, edhe do të më përballë me drejtësi. Do të më përballë faktikisht me dyshimet e bazuara që ajo ka tregtu sekretet shtetërore të Republikës Kosovës me armikun Serbin. Redaksia joni dashur publik i ka bë këto hulumtime dhe i ka botu lidhur me Lora Hysenin, por dhe shumë hulumtime tjera siç jeni të vetëdijshëm ju që na keni përcjell prej fillimit lidhur me Edi Ramën dhe Shqipninë zyrtare. Por sa më parë që ne të bëhemi të fortë financiarisht, duke qenë se publiku vazhdon me i ngrit numrin e abonimeve me pagesë, qaq më parë ne mund të zbarkojmë jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipni, sepse kemi punë të jashtëzakonshme ku duhet duhet të gërmojmë në krejt historiko në zhvillimeve në mënyrë që me i qitë gjonat në dritë. Pa i qitë krejt gjonat në dritë. Nuk mujna na me konsolidu shtetë që shduhet, nuk mujna me i maru themelet e shtetit i cili i shërben interesit kombëtar, i shërben popullit Kosovës. Që është e vërtetë. Gjithashtu, unë sërnoj gjithmonë, për aqë sërnoj, mirë i shkon, sa më herët me u bo bugjeti që mi anisna me programet edhe të ndërtimit e kapaciteteve profesionale gazetareske, në kuptimin asaj që sa po të zbarkojmë në Kosovë, në Shqipni, me veprime me redaksin tonë, ne të mund të kemi bugjet që të mund të rekrutojmë studentët e ri të fakulteteve të gazetarisë, si në Shqipni ashtu edhe në Kosovë, që me mujt me i trajnu ata edhe me i qitë në teren, të paktën për një 5 ose 10 vjeqar,
që të mund të ndërtohen gjeneratat e reja profesionale gazetareske, minimumit standardit ton të gazetarit, të bërjes gazetari, edhe në pastaj, edhe nëse deson është në të puna në rregull është se ka tjerë që i bëjmë punën edhe ma mirë. Po mirë i shko mos me dik, e para se me dik, me i trajnu gjeneratat e reja në fushën e gazetarisë, në mënyrë që edhe ata pastaj me mësu me këtë lloj trashëgimie për me trashëgu edhe me elon njohurin, aftësitë profesionale, mësime që i kanë mësu gjatë përvojave tyne prej punës, prej gazetarëve tjerë, prej kolegëve të ndërsjellët, sepse vetëm duke bashkëpunu me njëri tjetrin, duke qenë të bashkuar, duke qenë unik, ne lëre që përparojmë, por edhe mësojmë njëri tjetrin, edhe ndihmojmë njëri tjetrin në përparu profesionalisht, por edhe shpëtojmë popullin nga dita e zezë. Edhe venin tonë edhe krejtën. Prandaj, i lutem shumë, mos e leni pa u abonohuni me pagesë tek Kronikat e Barutit në mënyrë që ne të mund përparojmë. Ne kemi lansu edhe një projekt tjetër që quhet Gazeta Republika, ku planifikojmë ndoshta për momentin me lajme editore, edhe pse plani është ambicios për me qenë editor, po për momentin me sa duket lajme editore s'mujna me bo, se duhet staf, duhet pare, e nuk i kemi. Për momentin do të përpjekna me i aranzhu disa student, me i përcjell zhvillimet javore dhe në asaj me botu materiale analitike po të raportimit objektiv, se çka ka ndodhur gjatë javës, me historik, me krejt atë farë historikun e zhvillimeve, çka ka ardheri aty, pse ka ardheri aty, çka ka ndodhur, edhe do të fokusohemi në çështjet e brendshme të Kosovës. Sepse si që dini Kronikat e Barutit, politika tona redaksionale e kanë për prioritet sigurinë kombëtare të Republikës Kosovës, çështjen e drejtësisë, edhe me i ekspozu ose sfidu entitetet e mbrëmshme dhe të jashtme armiqësore kundër Republikës Kosovës. Dhe ne kemi qenë të mangët ose të limituar nga mundësia për të shkruar lidhur me zhvillimet e mbrëmshme, problemet në shëndetësi, problemet në ekonomi, problemet në drejtësi që ka të bëjë me jetën e përditshme të qytetarëve, në arsim, madje e shumë fushat të tjera edhe në kulturë përfshirë, që është shumë rëndësishme do në zemër. E tash e kemi hartu projektin Gazeta Republika, e kemi ndërtu infrastrukturën digjitale të saj, e kemi bot gatshme, jemi duke përgatit për mbajtje material të shkruar, edhe veç që kemi lansu faqen Facebook nëse keni pa ju që keni përcjell, quhet Republika. Mirë shkon me shku mi aboni like që atë, e tona me u njoftu me veprimtaritë tona dhe artikujt e tonë. Ka disa artikuj që tashmë i kemi prodhuar dhe i kemi botuar. Po që kjo është ambicia. Më thonë ideja është me vazhdu me këtë detyrë fisnike, me e tregu të vërtetën atëherë kur është e dhëmshme, edhe me hartu projekte vepruese ku ne i ndërtojmë gjeneratat e reja gazetareske me integritet të pashoq profesionale njerëzor, po edhe me bazë të patriotizmit, në kuptimin asaj që jo patriotizëm e qitë flamor në profil të Facebookit. Më kupton, si vinë do me flamoj të kuqezi edhe o mësulmojnë mu që po kalzojnë asikur që ka vra luftetarët e lirizë, po më rësh. S'kina nevojna simbolizën, do të vepër. Vepër patriotike është me kalzu të vërtetën, vepër patriotike është me kalzu kriminelin, me kalzu hajnin, me kalzu zhvatsin, me kalzu kush e ka instalu Serbinë në Kosovë, kush po dënë me instalu Serbinë në Kosovë,
kush e ka mbyll institutin për dokumentimin e gjenocidit serb në Kosovë, kush i ka pengu procedurat e dokumentimit të gjenocidit serb në Kosovë, kush i ka parandalu mundësi që Kosovë me padit Serbinë në gjykata ndërkombëtare për krime që i ka bën Kosovë, kështu me radhë dhe kështu me radhë. Unë do të përpjek në ta bëj më të mirën time të mundshme, edhe pse jam një famnyre gjysa, se po do të me punu nej, edhe me u munua nej, po unë e besoj që dashnia e çdo shqiptari për atë dhe unë është e pashoq, edhe e ka nizësh me u materializu, tashve që kemi mbi 220 njerëz që janë abonu me pagesë, ka dal vinë edhe tjertë. Unë shpresoj që të paktën deri në tetor na mujna me mri 2010 abonime, se pastaj ajo është një valë e cila veç e merr të përpjekjen mirë edhe besoj që mujna më organizu me shtu edhe ma shumë. Edhe në atë mënyrë na jena të pavarur financiarisht nga çdo gjë, sepse kur publiku na financon, ma e kemi të qartë që kërkush nuk mund me na thirrë në telefon me thonë, heqet që të shkrim se ta nali donacionin. Apo kupton? Publiku, naj kush për publikët më nervozu me në fashkrimi, na mujna me bisedu me ndihmu me kuptu ato pse e ka gabim, po bashkë nëse don me tërheq abonimin, është 5 euro abonim, kupton, s'qon punë të madhe dhe jo pune, kështu që e din që kur ta merr të përbjedzën kjo pune, mos ka sen që e nalë. Por edhe na kemi me qenë të pamëshirshëm ndaj secilit politikan, secilës forcë politike, secilit pushtet, i cili na e analizojmë se është të bo keq për venin. Po kritika nuk ka me konën negative, nuk ka me konën agresive, nuk ka me konën banditeske që shimi mësu me i po, ka me konën konstruktive, ka me redaksia jonë, me ekspert tonë, ka me të regu pse është kjo gabim, pse na menojmë që është kjo gabim, që është dash me konë, cilat janë pasojat e qëti veprimi dhe me ta që na i dokumentojmë, pse ka ardhur deri këtu, edhe qysh kjo e dëmton interesin tonë kombëtar apo qytetar apo çka do qoftë. Prioritet numër 1 ka me konë shteti, shtëpia jonë kolektive, qysh edhe është, edhe njerëzit që jetojnë atë shtet, që janë qytetarët tonë. Edhe kështu do të me vazhdu, kështu që dash me konë secili medium, po fatkeqësisht nuk janë, edhe mirë që jemi na, se një famnyre kemi me i detyru me ndru edhe tjertë. Se s'kam i këshyrë kërkush mo. Se tim në treg, aj veç edhe në kosh gati të i këshyrë kërkush, se unë i rastësisht i kam 17 milion shikime në Facebook, baza mujore. Apo kupton, që është këtë organizmu të trishtu pjesë e punën. Po, mundet edhe ma mirë, edhe na mujna me bo ma mirë. Kaq kisha për sot i dashën publik, faleminderit shumë që keni ndjek, i qofshim me shnet, e pa që javë të mbarë, e mos harroni edhe njëherë, abononi me pagesë të kronikat e Barutit, mos i ngoni zhvacat, mos i ngoni rrencat, edhe për para, dhe vetëm për para, me Republikën tonë të Kosovës, e me shqiptarin tonë. Miru pafshim rast e tjera.